Vetëm pak kilometra larg qytetit të Shkodrës, në fshatin Trush të njësisë administrative Bërdic, do të përjetonim një mikpritje të admirueshme. Për hir të së vërtetës, këtu jemi mirëpritur gjithmonë mirë, njerëzit janë të dashur e punëtor. Arsyet për të ardhur në këtë qytet të vogël do e quanim kanë qenë të shumta. Kryesisht tema që na çonin pranë fermerëve dhe blegtorëve, ku her pas here kemi treguar edhe dashurinë e madhe të banorëve këtu për kultivimin e luleve pranë shtëpive të tyre. Por kësaj radhe kemi krejtësisht një motiv tjetër. Akoma dhe më të bukur, 80 vjetorin e shkollës 9 vjeçare Sejid Santagani. Një emocion i papam, një emocion që mbart mi supe 80 vite, 8 dekada, përkushtimit, përgjegjësive. Ne kemi rreth 35 nxënësa profesionistë që janë ftuar, janë ish mësuesat e ftuar, janë bizneset të cilët kontribuojnë për mbarvajtjen e këtij aktiviteti, mësuesat të tjerë, komunitetit, prind, nxënës, të cilët na kanë dhënë një emocion, më duket vetja si dita e parë e shkollës. Prej kohësh në shkollë kam nisur përgatitjet për një ngjarje kaq të rëndësishme të historikut të saj. Mund të themi pa frikë se është ndër të paktat shkolla që arrin të festojë 80 vjetorin. Mjaft shkolla kanë humbur lidhjet me të kaluarën, nuk disponojnë dokumentacionin historik të tyre, janë mbyllur ose janë në fazën e një mbijetese për shkak të shpërnguljes së banorëve duke kërkuar diku tjetër një jetë më të mirë. Por me sa kuptohet, në këtë institucion, ku mësojnë rreth 250 nxënës, kjo shifër prej 5 vitesh vijon të mbetet e pandryshueshme, një tregues ky i qëndrueshmërisë dhe shpresës së banorëve që jetojnë këtu, me sa kuptohet, e shohin të ardhmen në vendlindje. Vetë zona ka dëshmuar se mund të ndërtojë biznese të vogla, të cilat fare mirë sjellin prodhimet e tyre në qytetin e Shkodrës dhe më gjërë. Por le të ndalemi te kjo ditë e shënuar për shkollën e Trushit. Sot do të dëshmojmë një organizim për t'u marrë shembull, jo thjesht formalizma apo programe sa për të kaluar radhën, por një aktivitet që përgjatë gjithë ecurisë së tij përçoi emocione të jashtëzakonshme tek të pranishmit. Mësojmë se drejtuesja e shkollës, Bez Pëllumi, është lindur dhe rritur në këtë zonë, një arsye më shumë që punën ta bëjmë me pasion. Jam pjesë e komunitetit. E dojmë shumë shkollën, bashkëpunojmë shumë. Sa është numri nxënësve në këtë shkollë? Në këtë shkollë ne kemi 252 nxënësa në arsimin bazë. Sa stafi pedagogjik? Stafi pedagogjik jena 27 mësuesa, domethënë që ushtrojnë profesionin në shkollën Sejid Santagani. Është shkollë e bashkuar apo 9 vjeçare? Shkollë 9 vjeçare. 9 vjeçare. Ka dhe 3 kopshte, të cilët janë rreth 60 nxënësa që i përkasin kopshte. Një drejtues i mirë, kur ka dhe një staf mbështetës, bën vërtet mrekullira. Ne do të kemi mundësinë t'ua dëshmojmë këtë edhe përmes këtij reportazhi, por fillimisht le t'u prezantojmë detajet e organizimit. Një pjesë e barrës kryesore është mbajtur nga mësuesja përgjegjëse e aktiviteteve Vilma Gjoni. Në realizimin e këtij aktiviteti, kryesore është të përmendim bizneset të cilët na mbështeten në çdo hap që ne hodhëm. E veçanta e këtij aktivitetit është se janë ftuar shumë breza, ish mësuesat e vjetër, mësuesat të dalë në pension, mësuesat që vazhdojnë aktualisht të japin profesionin e tyre dhe sot janë bashkë me ne. Ajo që na bëri përshtypje ishin miqtë e shumë që ishte bërë bashkë kjo festë. Organizimi i saj është respektuar dhe përgëzuar edhe nga zyra vendore arsimore Shkodër. Janë 80 vite, janë 8 dekada që kjo shkollë ka kontribuar në edukimin e brezave të shumë. Vazhdon me poaq aktivizëm dhe me poaq pasion të kontribuojë në misionin fisnik të edukimit të brezave. Është përgjegjësi nga njëra anë, por edhe privilegj edhe vlerësim për çdo që ka fatin të jetë mësues në këtë shkollë. Po ashtu i pranishëm në aktivitet ishte edhe nënkryetari i Bashkisë Shkodër, zoti Oltion Luli. Një pjesëmarrje e gjerë u vure nga komuniteti, përfaqësues të biznesit këtu, njerëz të thjeshtë që ose kanë qenë nxënës ose vijojnë të sjellin fëmijët dhe nipat e mbesat e tyre.
Nuk mund të imagjinohej organizimi i 80 vjetorit pa pjesëmarrjen e atyre që sakrifikuan, teksa ushtruan si profesion në vitet më të vështira të kësaj shkolle, ata që sot quhen veteranët e arsimit shqiptar. Unë kam qenë nxënës 100 vit, po në klasë të parë e deri në klasë 7 to. Kur ke qenë në klasën e parë, sa nxënës kishte klasa atëherë? Një 32 nxënës, fillimisht po kenë një shkollë këtu, masa ne I bon një më të vogël, edhe shkolla e vjetër ishte po shumë e mirë majtun, shumë e pastër, shumë e rregull, mësuesa shembullor. Kam shumë emocione, kam shumë kujtime të mëdha. Që në klasë të parë e deri në klasë 8, unë s'moj mend se kam pas një debat me mësuese me kështu. Unë jam kënë nxënëse, jam rritë këto, kam marru klasën e parë deri 7-ën. Kjo shkollë më ka nisë në shkollë mesme, kam dalë mësuese, më kanë saktu, për pak kohë kam punu në fshatin Malihebaj. Mandejna kam shku 8 vjetë kam nej në Melgush. Prej në Melgush kam marrë në shkollën teme, ku kam pas kolegë edhe mësus të mi që më kanë mësu mu. A kanë zëtnit të fekjonuze, që kam pas mësusën dhe në klasë 4. Mandej u bana kolege punet në shkollën teme. Kam punu dhe kam dalë në pension në shkollën ku jam rritë. Marrë këtu në vitin 1978 si mësues matematike. Kam punu mbi 40 vjetë, mësues edhe drejtues mbi 26 vjetë. Ruaj kujtime të bukura për shkollën, për vendin, për banorët e këtij fshati. Edhe sot natyrisht kam emocione, sepse bashkë me mua udhtojnë edhe kujtimet, mresat, gëzimet, respekti që kena pas për banorëve të Trushit është një diçka e veçantë. Unë kam kalu këtu mbi 40 vjetë dhe s'kam pas asnjë problem. Kur shkolla jonë numëronte mbi 700 nxënës atëherë. Edhe në vitet e fundit ne patëm edhe hapjen e një shkolle të mesme, ku 100 maturant morën liftesa pjekurie nga kjo shkollë. Kena pas një kolektiv mrekullueshëm mësuesish, si ata që gjetën në vitin 1978, si kolektivet që erdhen më pas duke u rifresku, njerëz nga mësues nga familje jashtëzakonisht me traditë, më kanë lënë mresat pafund. Tashmë të gjithë gradualisht janë pozicionuar në vendet e tyre, pasi ceremonia e festimit të 80 vjetorit është gati të nisë. Ne do të kemi mundësinë të përmbledhim këtë ceremoni, e cila u shoqërua nga fjalët e rastit, një material mbi historikun e shkollës, program I bukur artistik realizuar nga mësuesit dhe nxënësit e këtij institucioni, ku nuk do të mungonin dhe surprizat. Mjaft mesazhe urimi edhe nga ish mësuese jashtë kufive shqiptar, por që kanë punuar prej shumë vitesh në këtë shkollë. Le të ndikim këtë përmbledhje për t'i lënë vendin më pas vizitës së mysafirëve në ambientet e brendshme të shkollës, ku ata do të kishin mundësinë të njiheshin nga afër me laboratorët e ngritur pranë saj.
nderuar të ftuar, ish mësues, kolegë dhe miq të kësaj shkolle. Mirë se erdhët në këtë ditë të veçantë. Unë bashkon një rrugtim i gjatë, i mbushur plot me përkushtim, dije, sakrifica dhe kujtime. Ju falenderoj të gjithëve për praninë tuaj dhe kontributin që keni dhënë për vite me radhë. Duke shpresuar që kjo ditë të jetë e veçantë për të gjithë ne, kam nderin të ftoj drejtoreshën e shkollës, zonjën Besë Plumbin. E nderuar drejtore e zyrës vendore arsimore, zonja Bersilda Kadia. Të nderuar ish drejtues dhe ish mësues të shkollës sonë. Të nderuar ish nxënës që sot përfaqësoni me dinjitet profesionet tuaja. Të respektuar përfaqësues të biznesit që keni mbështetur këtë aktivitet. Të dashur kolegë, nxënës dhe prindër, mirë se keni ardhur. Është nder dhe emocion i veçantë për mua, si drejtoreshe shkollës Sejt Santagani, të hap sot aktivitetin solent të 80 vjetorit të themelimit të shkollës sonë. Sot nuk festojmë vetëm një përvjetor. Ne festojmë 80 vite dije, sakrificë, përkushtimi dhe dashurie për arsimin. 8 dekada, histori që nisen me hapa të vegjël, me dëshirën e madhe për të mësuar fëmijët të lexojnë e të shkruajnë, dhe që sot vazhdojnë me një vizion modern, me përkushtim ndaj cilësisë dhe formimit qytetar të denjë. Kjo shkollë është më shumë se një institucion. Është kujtesë, është rrënjë, është identitet. Në bankat e saj janë formuar breza të tërë nxënësish, të cilët sot janë mjek, mësues, inxhinier, ekonomist, sipërmarrës, sportist dhe profesionist të suksesshëm. Është momenti të japim fjalën drejtores së zyrës vendore arsimore, zonjës Brisela Kadia. Të nderuar mësues dhe ish mësues, të dashur nxënës dhe ish nxënës, shumë të respektuar prindër, përfaqësues të pushtetit vendor dhe miq të shkollës. Është shumë kënaqësi të jemi sot gjithë bashkë në këtë moment shumë të rëndësishëm të 80 vjetorit të shkollës Sejt Santagani. Janë 8 dekada dije, përkushtim, sakrificë, po edhe suksese. 8 dekada ku kjo shkollë ka qenë vatër drite për breza të tërë. Në këto 80 vite, kjo shkollë nuk ka qenë thjesht një godinë, por një institucion që ka formuar karaktere, ka mbjellë ëndra dhe ka ndërtuar qytetar të denjë për shoqërinë tonë. Në bankat e saj janë ulur fëmijë që sot janë profesionist, prindër, kontribues në komunitet, në shoqërinë shqiptare, po edhe jo vetëm në shoqërinë shqiptare, po edhe më gjërë. Çdo institucion që ka 80 vite jetë, mban me vete një histori të jashtëzakonshme, kujtimesh, sfidash dhe arritjesh. Historiku i shkollës sonë nuk është vetëm një rrëfim datash, por është një mozaik emocionesh, vlerash të kultivuara ndër vite. Të ndjekim historikun e shkollës Sejt Santagani. Historiku i shkollës 9 vjeçare, Sejt Santagani në Trush. Fshati Trush, pjesë e qarkut Shkodër, me një popullsi prej afro 4.000 banorësh, është një ndër fshatrat më të mëdhenj të këtij qarku. Gjatë shekujve banorët janë marrë me bujqësi dhe blegtori. Pas viteve 90 pati emigrim të madh, por lidhja e banorëve me fshatin ka mbetur e fortë. Shkolla e Trushit ka qenë dhe mbetet një nga institucionet më të rëndësishme të fshatit, me rol të madh në arsimimin dhe formimin e brezave. Në kushte modeste, në shtëpitë e fshatit, në kullat e thjeshta u hodhën themelet e para të një tradite të lavditshme arsimore, ku gra dhe burra mësonin shkrim dhe lexim. Në vitin 1946, në zemër të fshatit Trush,
Lindi një vatër e dijes, hapja e shkollës së parë shënoi fillimin e një epoke të re për komunitetin, duke ndezur dritën e arsimit në mendjen dhe zemrat e brezave të rinj. Nga bankat e kësaj shkolle kanë dalë mësues, mjek, infermier, farmacist, stomatolog, ekonomist, juriste, sportist, që po ecin me sukses në profesionet e tyre. Një ndër to është edhe Mark Patani, mësues dhe drejtues i nderuar në qarkun e Shkodrës. Në zemër të oborit të shkollës qëndron madhështor një qinar, afro 200 vjeçar, dëshmitar i heshtur i kohës dhe i kujtimeve të panumërta. Nën hijen e tij janë rritur breza të tërë nxënësish, janë ndarë ëndra, janë fituar dije dhe janë mbjellë shpresa për të ardhmen. Ky qinar nuk është thjesht një pemë e vjetër, por një simbol i qëndrueshmërisë, i traditës dhe i lidhjes së pandashme me së kaluarës dhe së tashmes në shkollën tonë. Degët e tij përqafojnë qiellin, ndërsa rrënjët mbajnë gjallë historinë, duke na kujtuar se çdo hap drejt së ardhmes nis nga kujtimet që ruajnë. Pas disa vitesh, për arsye të rritjes së numrit të nxënësve dhe pamjaftueshmërisë së klasave, u ndërtua dhe një ndërtesë tjetër, një kaçe brenda oborrit të shkollës. Për dekada me radhë, këto ndërtesa shërbyen si tempuj të dijes. Në vitin 2000, shkollat ishin pjesë e rikonstruksionit. Në godinat një kaçe të shkollës sonë, mësimi vijoi për vite me radhë me të njëjtin pasion, përkushtim dhe dashuri për dijen, deri në vitin 2006. Atëherë, një fatkeqësi e papritur, një zjarr aksidental, vuri në provë qëndrueshmërinë dhe forcën shpirtërore të këtij institucioni arsimor. Edhe përballë vështirësive, procesi mësimor nuk u ndërpre. Ai vazhdoi me 4 ture, i mbështetur nga vullneti i palëkundur i nxënësve, mësuesve dhe komunitetit shkollor. Fal mbështetjes së institucioneve dhe forcës së komunitetit, në vitin 2009 u ngrit një godinë moderne 4 katëshe, e pajisur me standarde bashkëkohore, duke i dhënë shkollës një pamje dhe dinjitet të ri, duke shënuar kështu një kapitull të rëndësishëm në historinë dhe rrugtimin e saj drejt së ardhmes. Në vitin 2012, institucioni mori emrin Shkolla 9 vjeçare Sejid Can Tagani. Në periudhën 2009-2010 deri 2016-2017, shkolla u shndërua edhe në qendër të arsimit të mesëm të bashkuar me drejtim agrobiznes për 8 vite, duke nxjerrë 5 matura profesionale, duke zgjeruar misionin e saj dhe duke u bërë pikë referimi për zhvillimin profesional të të rinjve të zonës. Sot shkolla ka rreth 254 nxënës, nga klasa e parë deri në klasën e 9, si dhe 60 fëmijë të kopshtit. Ajo mbetet një vatër e ndritur e dijes, edukimit dhe qytetarisë, ku formohen jo vetëm nxënës të mirë, por edhe qytetar të përgjegjshëm dhe njerëz me vlera. Shkolla është pjesë e projekteve Shkolla Qendër Komunitare, Art, Zeje e Sport. Në këtë rrugtim 80 vjeçar, shkolla është udhëhequr nga drejtues vizionar e mësues të përkushtuar dhe shumë profesionistë kanë dalë nga bankat e shkollës që i shërbejnë sot shoqërisë dhe komunitetit. Njac Paci, Elias Kraja, Qes Koçobashi, Teuta Boriçi, Faruk Doraci, Haxhi Kasemi, Lutfi Behri, Anila Kalo dhe Abdyla Abdyli. Kontributi tyre i çmuar ka ndërtuar themelet e traditës, cilësisë dhe prestigjit që kjo shkollë gëzon sot. Kjo histori nuk është thjesht kronik vitesh e ndërtesash, është historia njerëzve, e mësuesve të përkushtuar, e nxënësve ëndrrimtar dhe një komuniteti që besoi gjithmonë se dia është rruga më e sigurt drejt së ardhmes.
Është momenti të lëmë vendin programit artistik të realizuar nga nxënësit e shkollës sonë. Se ke që manka zemra, manka të mëndori kënga pse ka shpërë të më gjës po troket. Më nga s'pojnë qindra mendime, son për fes më se si me shfar, durat e ti duroj. Do kje sjellore dashuri, pradhore zëri yt, i ëmbën melodi më dhuron, o më thue si dashur shpirti yt, i pasur në shtafin, një prezi të rjeton. Te ju që lodheni me ne gjithë ditën, kjo mende e vorfën, kjo zemrë shkon. E sa të kem shpirtin, sa të shofim dritën, dashnin e nderën gjas na pakon. Ty jesh një mësues, je njeri i rall, magji, fëmijërie dhe rritën djen mall. E të vjen nërmen, vet klasa parë, rrugtim i jetës për vazhdim të mbar. Një portret mësuesi ka çdo kush në zemër, dhe nga pas të jetë merr atë emër. Faleminderit mësuesja jon, për zemrat tona do jetë gjithmonë. You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play, you can say I'm always yours. 80 vjet dritë që nuk shuhet. Sot, shkolla jonë feston 80 vjetorin e saj. Një përvjetor shumë i veçantë që mbart histori, kujtime dhe ëndra të shumta. Për dekada me radhë, kjo shkollë ka qenë vendi ku janë hedhur hapat e përdrejtijes për mira nxënës, ku janë formuar mendje dhe janë edukuar zemra. Me respekt dhe mirënjohje të veçantë, jap fjalën ish mësuesit, ish drejtorit të kësaj shkolle, që për vite me radhë kontribui për arsimimin dhe edukimin e brezit të ri. Zotin Abdul Abduli. Të nderuar mësues dhe drejtues të arsimit, të respektuar prindër dhe dashamirës të shkollës tonë, të dashur nxënës. Sot jam i gëzuar dhe i emocionuar që më jepet mundësia të them pak fjalë për 80 vjetorin e hapjes së shkollës në Trush. Shkolla jonë boni një rrugtim të gjatë, të mbushur me ngjarje, me mbresa, edhe me sfida, kujtime dhe arritje të cilat kanë lënë gjurmë të veta tek brezat që u shkollun këtu. Shkolla e parë që u hap në Trush ishte thjesht një shtëpi, një kull. Ajo shpejt u bë një vatër e dijeve dhe e formimit qytetar për fëmijët. Ajo u bë një vend ku fëmijët thurnin ëndrat e tyre për të mësu e për të bërë dobishëm për familjet e veta dhe komunitetin, për të bërë të aftë për qafu profesionit ku mendonin se ata do të bëheshin më të mirët. Shumë prej tyre që i njohim të gjithë ne, mbaruan universitetet, anë mban vendit dhe u bën profesionist duke kontribuar sot me dinjitet në shoqëri. Tani është momenti të ndjekim video mesazhe nga ish kolegët tanë, që edhe pse jetojnë jashtë kufive gjeografik, mbetën gjithmonë pjesë e kësaj familje të madhe. Përshëndetje të dashur kolegë, prindër dhe nxënës. Sot
ndihem shumë e lumtur, po nga ana tjetër shumë e emocionuar, sepse dhe unë po bëjmë pjesë e këtij eventi që ka organizuar shkolla Sejt Santagani, rastin e 80 vjetorit të krijimit të kësaj shkolle. Unë dhash kontributin tim për 16 vite dhe them me zemër që ishin 16 vitet më të bukura të jetës sime. Sot dua të shpreh falenderimet më të përzemërta për stafin e mrekullueshëm të shkollës Sejt Santagani. Faleminderit për kontributin dhe sakrificën që bëni çdo ditë në edukimin e brezave në vazhdimsi. Ju uroj ta kaloni sa më bukur këtë 80 vjetor, dalë shifaq e bardhë, ashtu siç keni dalur gjithmonë. Më mungoni, ju kut nga Amerika e Largët me mall jeta. Të nderuar kolegë dhe miq, edhe pse aktualisht jam larg Shqipërisë, zemra jeme është gjithmonë me ju. Kam pas privilegjin që t'jem mësuese në këtë shkollë për rreth gati 12 vite. Këto kanë qenë vitet e një udhëtimi të mrekullueshëm, plot përvoja dhe kujtime të çmuara, por sidomos edhe plot sfida të paharrueshme. Ky përvjetoi të 10 i shkollës së Trushit është një testament i një historie të pasur, të një angazhimi dhe përkushtimi të jashtëzakonshëm nga ana e mësuesave. Uroj që shkolla të vazhdojë të lulëzojë, të frymëzojë brezat e ardhshëm dhe të mbetet një qendër e shpresës dhe e dijes. Përgëzoj të mësuesat që kanë bërë të mund organizimin e këtij eventi, uroj të gjithë mësuesit pjesëmarrës në këtë eveniment gëzuar 7 marsin, për një urim i veçantë shkon për ish drejtorin tim Abdul Abdili. Quhem Shpresa Rroji, arsimtare ton jetën, pjesën më të madhe në fund që dola dhe në pension e kam bënë në Trush. Trushi për mua është një fshat që nuk krahasohet me asnjë tjetër. E kena kalu kaq mirë, kolektivi i mirë, fshati i mirë, na kanë dashur prindërit dhe fëmijëve, por edhe fëmijët na i kena dashur shumë. I kena dashur, na kanë respektu. Ju falenderoj shumë për këtë kujtesë tuaj. Më sa vitesh, Përshëndetje, Sua Marianita Pepa, ju përshëndes nga qyteti i bukur Treviso në Itali. U bën shumë vite në emigracion, e me gjitha të vitet më të bukura mbesin ato që unë jetova në qytetin e Shkodrës. Falenderoj mikën time të ngushtë dhe ish kolegen e punës Melida Dibra për ftesën që më bëri të jem pjesë e kësaj feste të bukur, 80 vjetorin e Shkodrës 8 vjeçare Trush. Kujtoj me madh ish kolegët e mia të punës dhe momentet shumë të bukura dhe shumë të vështira që kaluam bashkë. Të dashur koleg, nxënës dhe prindër të nderuar. Me rastin e 7 marsit, ditës së mësuesit, dua t'ju dërgoj përqafimin tim më të ngrohtë dhe urimet më të sinqerta nga Kanadaja e Largët. Edhe pse sot jetoj dhe punoj në një realitet tjetër, zemra ime shpesh herë kthehet në kohë, në vitet e bukura ku shërbeja si mësuese në shkollën 8 vjeçare në Trush. Ato vite nuk ishin thjesht një periudhë pune, por një mision i shenjtë, një rrugtim i mbushur me sfida, përkushtim dhe mbi të gjitha me dashuri për nxënësit. Çdo mëngjes kur hyja në klasë ishte një fillim i ri, një mundësi për të mbjellë dije, për të formuar karaktere dhe për të frymëzuar ëndra. Sytë kureshtar të fëmijëve, buzëqeshjet e tyre të sinqerta dhe përparimet që bënin dita ditës ishte shpërblimi më i madh për mua. Edhe sot kur jap mësim në një vend tjetër, ku gjuha dhe kultura janë të ndryshme, thelbi i mësisë mbetet i njëjtë. Përkushtimi, durimi dhe besimi tek potenciali i çdo fëmije. Përvoja ime e hershme më ka ndihmuar të kuptoj se mësuesi nuk jep vetëm dije, por jep zemër, model dhe shpresë. Ne nuk ndërtojmë vetëm nxënës të mirë, por qytetar të denjë për shoqërinë. 7 marsi është një ditë reflektimi dhe mirënjohje. Është dita ku kujtojmë sakrificat, netët e gjata, duke përgatitur mësime, përpjekjet për të kuptuar dhe ndihmuar çdo nxënës, bashkëpunimi me prindërit dhe përkushtimi i palodhur i stafit pedagogjik. Profesioni ynë kërkon shumë, por i jep edhe shumë. Jep ndjenjen e krenarisë, kur nxënësit të rriten, të arrin suksese dhe të bëhen njerëz të mirë. Me mall dhe respekt të thellë, dua t'ju falenderoj për punën që vazhdoni të bëni çdo ditë. Ju jeni drita që ndriçon rrugën e brezave të ri.
Uroj që përpjekjet tuaja të vlerësohen gjithmonë, që të keni shëndet, forcë dhe energji për të vazhduar këtë mision fisnik. Gëzuar 7 marsin, qoftë kjo ditë një kujtesë e bukur e rëndësisë së mësuesit në jetën e çdo njeriut. Përshëndetje të gjithëve, është kënaqësi për mua që të jem pjesë e festës suaj edhe pse jo fizikisht. Me shumë emocion dhe mirënjohje, ju përshëndes me rastin e 80 vjetorit të shkollës së Trushit. Kjo ka qenë shkolla ku unë kam hedhur hapat e parë të karrierës time si mësuese, ku mësova, po ashtu sa mësova dhe tjerë, ku ndava sfida, emocione, suksese dhe kujtime që vëdëruaj gjithmonë. Kam pasur fatin të punoj me mësues dhe nxënës të përkushtuar dhe jam shumë mirënjohëse dhe falënderuese për çdo tip që unë kam kaluar me ta. Shkollës ju uroj suksesa të mëtejshme, uroj që të vazhdoj të forcohet dhe të mbetet gjithmonë një burim dijesh për brezat e arshëm. Me shumë dashuri dhe respekt ju përshëndes nga larg Irina. Mendoj se të gjithë e njihni këngëtarin Klodian Gjunrikaj. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Kam nderin dhe kënaqësinë se sot jam i ftuar në 80 vjetorin e shkollës sonë, shkollës së Trushit. Shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj të gjithë ato mësues që kontribuan për shkollën tonë, na rritën, na edukuan dhe na dhanën mësim. Kanë pas shumë durim me ne, ju kërkojmë edhe falje. Por hapet e karrierës tonë kanë kënë falë edhe të nu, si për ne janë kënë një prind i dytë dhe na kanë eduku. Faleminderit shumë mësues. Dhe një falenderim shumë i veçantë është për ato mësues që vazhdojnë prep me mund dhe kam një emocion shumë veçantë kur vi me vajzën time Nadje dhe gjej prap ato mësues që na pritin ne dikur ashtu si që njoftëm ditën e parë. Faleminderit shumë dhe për këtë kam përgatit një këngë që quhet Mësuesi i parë. 200 të këngë. Faleminderit. Erdha prap në shkollën time, baj në semër një mall të madh, në mes nxënësve përsëri, der mësuesi im i parë, në urritë dhe kudo na gjenson në përate, fjalë të tua shpesh kujtoj, mësuesi i parë ti je për ne. Se harroj mësuesi i parë, më mësove ABC-n, që të bëhem djalë i parë, dhe me qatë ta mbrej mates. Harroj mësuesi i parë, më mësove ABC-n, që të bëhem djalë i parë, dhe me qatë ta mbrej mates. Kjo shkollë ka shënjuar mjaft histori suksesi. Një ndër to është edhe zoti Ismet Rexha, të cilin e ftoj pranë nesh. Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj gëzuar të vjetorin e shkollës 8 vjeçar Sejt Santagani. Kam një nostalgji të madhe për shkollë, ku i përkas edhe unë kësaj shkolle. Atëherë falenderoj drejtorinë e kësaj shkolle, stafin e mësuesave të mrekullueshëm që na mundsuan të marrim pjesë në këtë jubilej të 80 vjetorit të shkollës tonë të dashur. Këtij tempulli të dijes dhe të edukimit nër breza të komunitetit tonë arsimdashës. Jam i gëzuar shumë që marr pjesë në këtë eveniment shumë të rëndësishëm për ne, ku ishin pjesë e kësaj vatre të dijes dhe të edukimit, ku në këtë shkollë kanë mësuar plejada të tërë brezash
nga ku kanë dalë kuadro dhe specialistë të fushave të ndryshme. Si përfaqësuesi i brezit të ri, ftoj zotin Arben Gjonej. E nderuar drejtoreshe e zyrës vendore arsimore Shkodër, po ju them së pari juve dhe ju mirëseardhjen tuaj pasi jelloni ndjeveten si shtëpinë time sepse jam truqan, vazhdoj të jem dhe do të mbetem gjithmonë truqan. E nderuar drejtoreshe e shkollës Cantagani Besa Plumi, të nderuar mësues të kësaj shkolle të mrekullueshme, të dashur nxënës, të nderuar ish mësues me vlera shumë të mëdha dhe të pazëvendësueshme. I nderuar drejtori shkollës, profesor Abdyli, se nuk mund të themi mësues, se gjithë jeni profesor jo mësues. Të dashur kolegë, të dashur prindër, të dashur familjarë që jemi të gjithë si një familje këtu Truqan, të gjithëve së bashku dhe secilit në mënyrë të veçantë ju uroj përzemërsisht nga ana ime dhe paqe gjithmonë bekimin e Zotit. Është një ditë shumë e veçantë, nuk kam përgatitur asnjë lloj shkresë, madje as nuk e disha që do të flas 2-3 fjalë, por mendoj që është më e bukur ato fjalë që dalin nga zemra. Janë fjalë më të bukura që mund të thuhen përpara jush. Ndodhet se ka shumë më të mirë se unë jam më i keq i zonës, por më i keq i zgjidhet ndoshta për ta bërë paktën në rangun e atyre mesatarëve të mirëve. Ka një emocion jashtëzakonshëm, pavarësisht se kemi emocione, por gëzimi është shumë më i madh se sa emocionet. Mënyra kur mësues Ermila më dërgoi një mesazh në telefon dhe ju betoj në atë moment kanë shkullot. Dhe ju premtoj para Zotit që pak muaj përpara, ndoshta pa digja, më besoni edhe pse kam mesat dhe nipin për syt ballit, s'kam digja për këtë pjesë, kam menduar si s'na mlodhi herë shkolla e Trushit. Të gjithë që kena dalë për këtu, sa kënaqësi do të ishte. Mirë po, pas sa ka një parandjenjë me thënë drejtën kjo mënyra e organizimit dhe bashkimit, dhe shumë emocion i veçantë, sepse kur shikon 80 vite në këtë shkollë thu sa shumë, por jo, kthehem pak nga vitja ime, prit se kam 46 vite që kam dalë nga kjo shkollë, që kam filluar klasën e parë, kuptohet, por me vjen keq që fizikisht nuk është, por mbetet gjithmonë, edhe pse kanë kaluar ka shumë vite, mësuesja e klasës parë, pastaj edhe të tjerët me radhë, mësuesja Liria Zajmi, që jam i sigurt që prej qiellit na shoqëron shpirti i saj dhe gjithë atyre mësuesve që nuk janë të pranishëm këtu. Besoni që trupin nuk e man trupi, trupin e man shpirti. Trupi pa shpirt nuk ka jetë. Shpirti ja jep forcën trupit. Dhe në këtë kohë të agjërimit që janë bashkuar gjitha besimet fetare, ka një kundërshtim të madh midis trupit dhe shpirtit, ku shpirti do të më agjëru, trupi jo se do të më hangër, por kjo është zotësia e një njeriu të fortë që me shpirt fort e mposh trupin i thotë jo, nuk do të ham, por do të agjërojmë. Bëjmë pak këndesë. Kam dalë nga fshati Trush edhe pse nuk jam fizikisht, me mendje, me zemër ju betohem dhe ju premtoj para Zotit dhe me shpirt jam gjithmonë këtu. Madje edhe nesër nëse u ndroj jetë, dëshiroj që eshtrat e mi nuk pushojnë në malet e Tiranës, por vetëm këtu ka kam parti mi. E pa diskutueshme. Dhe tani mos mendoni se emocionet kanë ardhur poshtë, emocionet kanë ardhur në stadët më të larta. Kemi një surprizë. Një duartrokitje të fortë. Një duartrokitje të fortë. Gjashtë vjeçe, dhe të ka qunë shkollë të mesme, falenderoj që erdha dhe i kujtu. Kja ishte një surprizë e madhe për mu. Ju falenderoj të gjithëve. Në emër të shkollës, shprehim falenderimin dhe mirënjohjen tonë të sinqert për kontributin e bizneseve, të cilët me mbështetjen e tyre bën të mundur realizimin e këtij eventi. Faleminderit për besimin, solidaritetin dhe mbështetjen që na dhat. Bashkëpunimet të tilla na bëjnë më të fortë dhe më të bashkuar. Shumë faleminderit. Duke ardhur fundit
Ju falenderojmë përzemërsisht për praninë, emocionet dhe respektin që na i dhatë kësaj dite. Në vazhdim të rrugtimit të kujtimeve tona, ju ftoj të bëjmë një foto të gjithë së bashku dhe më pas të mbjellim një pemë ulliri, e cila simbolizon bashkimin ton, e dëshirën për dije dhe besimin tek e ardhmja. Shumë faleminderit, gëzuar të vjetorin shkolla jonë. Dhe pas emocioneve të shumta që solli programi tek të pranishmit, më tej atyre ju bë ftesa për të parë punën mjaft të mirë të bërë në ambientet e brendshme të saj. Shkolla 9-vjeçare Sejit Santagani është edhe qendër komunitare, po ashtu realizohet projekti Arte dhe Zeje, kështu që pritshmëritë janë të mëdha që në fillim të vizitës. Një libër me mbresa është vënë në dispozicion të mysafirëve në këtë shkollë, ku e para që do të hedhë mbresat e saj është zonja Brisela Kadia, përgjegjëse e zyrës vendore arsimore Shkodër. Vizita e parë do të nisë në klasën e qëndistarisë, ku vëre se nxënëset dinë mjaft mirë të qëndisin, duke trashëguar kështu atë traditë të bukur të përcjell nga nënat e tyre, e ku këtu me ndihmën e mësueseve e përvetsojnë atë më mirë. Ne jemi tek kursi i qëndistarisë këtu dhe po bëjmë disa punime të ndryshme. Sa mirë, dini të qëndisni? Po. Ja dhe klasa e piktorëve, ku vëre grup moshe të ndryshme me punimet e tyre në duar drejt përfundimit. Këto piktorëve shoqen time janë në grup, piktorojnë bashk, disa piktorë e bëjnë veti, disa bashk. Okej, me kënaqësi besoj e ndjek këtë kurs. Të del koha dhe për kursin dhe për piktorën, se ke dhe mësimet. Del koha e ka me pasion. Ka bësh piktorë ty në të ardhmen. Shoh, shpresoj. Kjo Shkodër vite kanë nxjerrë edhe shahist kampion, çka tregon se këtu jemi në një klasë ku vërtet dalin talente në këtë sport. Çfarë klase je ti? Unë jam në klasën e 7. Sa kohë ke që merresh me shah? 2-3 vjet. Dhe ke pasur ndonjë rezultat në këto konkurrime që ke bërë? Po kam shku shumë larg, kam shku deri në gjysmëfinale të kampionatit të shahut. Në Shkodër? Po. Bravo, pra të pëlqen, a? Do zgjuar si shahu, kam përshtypjen. Po. Nuk është i lehtë, a? Kë ke konkurrentë më të fortë këtu? Vllajën tim Albionin. Më duket ja ke mësuar ti hilet, a? Nëse je në trush, patjetër që tradita e bukur e krijuar brez pas brezi në bujqësi duhet të përcillet edhe tek pasardhësit. Edhe këtu gjen nxënës shumë të aftë. Çfarë kemi mbjellur këtu? Lule, malanoz, perime, lule gjyqar. Ne na pëlqen kjo gjë sepse duhet të respektojmë traditën e fshatit tonë. E këtë e bëjmë me dëshirë
dhe e bëjmë me vullnet. E vëmrej që gjatë programit artistik, se këtu kanë zënës shumë të talentuar në artin e fjalës, kryesisht në interpretime. Grupi teatrit ka 12 fëmijë, realizojnë performanca të ndryshme. Kohët e fundit ne kena një skeç të cilin do ta realizojmë në fund periudhës së dytë, në fund të marsit. Mundën edhe vetë me prezentu skeqin cilin ka lidhje me nxënësit, edhe me prindërimin, quhet prindërimi. Ej, po folë më se unë kam kohën e muzikës. Unë vjen keq, unë kam kohën e matematikës. Shëmzim për 8, bërës 72. Ej, kur të mund bol. Ua, përse si është shtu Roenca? Sepse ti më bezdis kur unë dëgjoj muzikë. Po shkollë nuk është për të dëgjuar muzikë, është për të mësuar. Po si me do i bëjmë një trut lallë duke mësuar. Këtu bashkohen bashkëbrezat, janë kujtimet ato që i lidhin. Rritetin në shembullin e profesor Abdylit, por sigurisht ka lënë frymën e mirë këtu dhe vazhdu krejt mirë fryma mirë. Pjesa më e madhe e mysafirëve tashmë janë përqendruar tek muzeu i shkollës, i pasuruar me mjaft materiale që dëshmojnë historinë e saj 80 vjeçare. Kënjata. Majlina Bushate. Papa i gjetë me tonë këtu. Lidushi. Intela. Ti kësaj Apra i to. Moza jeti i to? Moza. Keni qenë mësuese këtu, a? Do më vitë nga najtë. Vitë shumë bukra. 4-5 vjetë. 4-5 vjetë. Zonja, sa vite? 4 vite. Zonja ti? 14. 28. A shumë vështirë të ish një vend pune 28 vite? Knajtësi shumë e madhe, bile ishin nxënësat që ishin sot, i kam edhe prim fëmish. Kështu që me shumë nostalgji. Po tjetër, nostalgji shumë e madhe. Je tani apo jo? Jo, këtu do të dalë në pension. Je shumë e re për ta. Okej, faleminderit. Një surprizë e këndshme këtu ishte dhurimi një albumi që mësuesja Meridiana Liti e mbante prej dekadash në shtëpinë e saj. Nga viti 1976, për herë të parë që dola mësuese, qëndrova në Trush për 10 vjet. Deri në 86-ën një shoq u transferu në Tiranë dhe vazhdova atje në shkollën Mjal Gramenuk, punova për gati 25 vjet dhe në një shkollë private pastaj 8 vjet të tjera. Jam shumë e lumtur që ndodhem këtu sot, falenderoj nxënësia ime e dashur për këtë organizim të shkëlqyer që nuk më mirë se sa në Tiranë, sinqerisht po. Unë me Trushin krenojmë gjithmonë edhe një intervista që kam dhënë edhe në televizor, e kam kujtu gjithmonë Trushin. Në origjinë jam nga Saranda, po të kanë caktuar me punë këtu? Isha në Shkodër, ishin prindërit në Shkodër. A, në Shkodër? Ishin në Shkodër. Sa ke punuar këtu? 10 vjet. 10 vjet. 1976-88. Bukur, ajo që ke në dorë çfarë është? Ky që kam dorë është albumi i rilindjes kombëtare, që unë adhuroj mësueses historisë që ta përdorin në kapitullin e rilindjes, janë foto origjinale, gjithë përpjekjeve të rilindasve tanë për liri pavarësi deri në shpalljen e pavarësisë. Është një album që unë kam shumë të vyer, por më vjen shumë mirë që kjo gjë e vyer do t'i shërbejë brezave të tjerë. Edhe për lejve t'jetë vyer. Shpesh mendojmë se cilësinë dhe talentet do t'i gjejmë vetëm në shkollat në qendrat urbane, pasi aty është dhe sasia e cila sjell edhe cilësinë. Por rasti i shkollës së Trushit hedh poshtë këtë paragjykim. Cilësi ka dhe aty ku numri i nxënësve nuk është i madh, ku puna bëhet me shumë dashuri, ku ka një mirë kuptim dhe bashkëpunim të ndërsjellët mes drejtuesit dhe stafi pedagogjik, ku komuniteti mbështet dhe të gjithë së bashku punojnë për të njëjtin qëllim. Edukimin e brezave dhe çuarin e shoqërisë përpara. Shprehim bindjen e plot se do të rikthehemi sërish në këtë shkollë, e cila vërtet përfundoi një projekt të mrekullueshëm siç ishte festimi 80 vjetorit, por projektet e reja janë në vijim, mbetet për t'i zbuluar në kohën e duhur.